vishnët dhe këto pse më herët bëra një gabim dhe u largova krejt për kësaj prap fotografoj që të mos i nga fotografi. Disa fotografitë e këndëve ndryshme që janë dhe këtu era krijon edhe zhurma. Era është diçka shumë e preferuar mendoj dhe bën që të largohesh nga të këqija dhe mund të shijosh ajfa të shijosh si është këtu. Edhe pak pra vazhdoj shijimin nëse në kamerën time që kanë vishnët të shifrën të kanë qenë merët më të pjekra dhe janë klau disa nga ta. Shijoj, diçka që e fotografinë, që e kënaqësinë edhe që e dëm ti dhe këndët ja. Sa bukur është kjo që shifet. Pra tash vrejnë këtu nga temperatura e lartë se si ka ndryshuar dhe i ndryshon vishnët që si shifen se kur janë dëzime. Apo mund të thotë që të zime, apo me një kohë dhe mund të pjekën. Pra për studimeve që mund të kam, nuk kam studime, po ashtu që shoh që ma prat mendja këto që shifen ja. Pak si zime. Këto mund të jenë disa nga vishnët tjera që mund të shifen pa pjekën apo që nuk mund t'i kuptoj prej kryqëzimeve që janë bashkë me kryqëzimeve që deri gjithmonë diçka e re nga kemi të biologjia. Ja pra një pamje e fushës si shifet fusha. Dhe një pamje që është në një që thëmë në një ombrellë që krijon diçka si me thonë pa. Ta. Reci mund të kuptoj e kanë mbyllur, se mund të them janë filtra natyrale, që nga këto filtrat natyrale mund të kenë edhe fotografi që më të them momentet më të mira se pamjet.